ata njerëzit që janë përballur me drejtsinë në SPAK, që normalisht sipas funksionit edhe detyrave që kanë pasur, që janë anëtar asambleje të Partisë Socialiste, i ka rënë kuorum i Partisë Socialiste. Domethënë, i ka rënë kuorum i asamblesë, nuk merr dot vendimarrje politike. Po përveç kësaj, se harrohen këtu edhe fakti është që këto gjëra quhen normale tani. Ndryshimi dhe i kursit ndaj SPAK-ut me Zorin Balluku ka filluar. Deri në këtë moment Partia Socialiste ka falur që ajo ishte publik. Po dakord, retorika politike. Ajo ka ndryshuar habitshëm me Zorin Balluku. Retorika habitshëm po habitshëm që Zoti Rama merr gjithatë, domethënë gjithatë vlerësim, gjithatë aksion politik në Washington dhe për mua pse me Erion Velie nuk ndryshoi retorika. Ishte një kapërcim shumë i madh, benefit shumë i madh dhe një bravo shumë e madhe dhe vjen në Shqipëri, domethënë rënon gjithë aksionin politik. Zoti Velie nuk ka filluar ndryshoj retorika. Po jo, zoti Velie. Ka qenë SPAK-u që nga shkurti 2025 nuk lëshoi gjë se s'kishte gjendor, po të kishte mundësi ta çonte në këshill të mandateve të rregullore zoti Velie, ja jepte apo s'ja jepte. E di si përmbyset kjo që thua ti? E di si përmbyset? Vetëm me një gjë, që Partia Demokratike vazhdon ta quajë SPAK-un akoma bandë kriminale. Po lëre mos ajo është marrëzik, është tjetër gjë, është marrëzi e opozitës. Ne këto dy kemi PSD, për Parti Mundësia zoti. Edhe një herë. Opozita. Çfarë thot Partia Mundësia? Opozita vendemin e vetes vetër, unë nuk po hyj asaj, unë po. Jo, po, majoranca ka të bëj shumë. Majoranca. Ky është një bashkim, një bashkëpunim. Aq negativ. Kritik se aq, mund të jetë më shumë kritik se aq. Po tani kur Partia Demokratike e quhen bandë kriminale. Partia Socialiste nuk e quhen bandë kriminale, po bën këtë që thua ti. Prit tani. Ne kemi probleme me gjithë klasën politike. Pse them unë që majoranca është më e rrezikshme në luftën e saj kundër SPAK-ut? Majoranca për rastin e Erion Veliajt, Ilir Beqajt, Sajmir Tahirit, po duash ti deputetëve, çka ka pas aty, që disa i ka heq përpara se të vinin Jurgis Qurbja e gjithë me radhë, edhe Lefter Koka ka dhënë dorë që nuk kanë marrë mandatin fare ata, dhe s'kan pas imunitet. Unë po them, i vetmi rast ku Partia Socialiste ka pas mundësi të mbroj në mënyrë të organizuar dhe legislative, siç është në rasti i zonës Balluku, është vetëm ky rast. Në këtë rast është bërë barrierë, sepse zotin rasti Erben Ahmeti do të simbolika është politika, se edhe me zotin Veliaj bën protestë ata. Bën protestë me zotin Veliaj. A akuzoi SPAK-un edhe mblodhi ata bëri mbledhje grupi, akuzoi SPAK-un apo jo? A kanë që nga shkurti? Një minutë. A kanë që nga shkurti 2009 që SPAK-u është një sulm frontal me të gjitha mjetet e informimit, i merren jo po e akuzon për rroba, jo po e akuzon për këtë, jo po e akuzon për këtë. Kush e di atë? Kush nga ata që thonë që akuzojnë për rroba? Janë 9 akuza për korrupsion. I ka çuar dosjen Erion Velie në gjykat. Janë 33 pandehur. Si që ka kjo? Ti thuaj që Edi Rama ka mbrojtur Erion Velien, po ta mbronte nuk ishte burger Erion Velia për lere tani. Ore të shkoni. Ka logjik fjalë tha ai deputeti ky Etien Xhafa. Edhe u bë drejtor poste. Edhe u bë drejtor poste. Edhe u bë drejtor përgjithshëm i postave. Po. Një llaf tha ai. Ngrin detyrë thua. Jo, ishte më pas, fjala ishte më pas se ka qenë në këtë studio. Edhe kolegu i Leka Çukove që ka parlamenti ore. Unë s'po them gjë, po ish drejtori përgjithshëm i postave. Unë jam duke të thënë sot. Karriera politike e tij në nivele të larta, do si deputet e tjerë, do u ndërpre, pik. Unë ndërpre për një fjalë. Dilem duhet se ka thënë ty brenda u zoti. Ty e ka thënë atë. Po pra, ka qenë në intervistë me mua. Ti ish kërkon këta, ti ish. Ne i ngarkojmë, ne i duam. Ti ish këta, ti. Ja të pyesim pak zotin Koka. Shiko, sot ka ndodhur një ngjarje shumë e rëndësishme në atë që është politika ose dita politike, sepse më në fund arritur të mbledhet komisioni i Këshillit të Rregullores dhe Mandateve. Dhe lajmet që kanë Eveniment me thënë drejtë. Po, kështu si shkoi puna po. Po më së pari ne duhet që na ta kuptojë dhe opinioni publik se për çfarë po flasim ne sot. Duhet citojmë pak ato që kanë dalë nga komisioni dhe që falë zotit u zbardhen nga opozita e pranishme komision, e cila ka patur goxha diskutime edhe për mënyrën e zbardhjes nga ana opozitën, se kanë qenë vërteta apo jo, se takon patjetër kërcënimeve. Patjetër, këtë përgënjeshtrimin e njerëzve që kanë qenë brenda në komision e ka bërë media. Ndërkohë që unë, nëse ka diçka të pavarur, të padrejtë në raportimin e medias, do besoja më shumë sikur përgënjeshtrimi të vinte nga SPAK-u. Gjë që deri tani nuk kam dëgjuar të ketë ardhur në përgjigjëstrim për zbardhjet. Kështu që SPAK-u ka një rregullim ose një saktësim me të
frazën të fortë. Për kërcënimin e të fortët e Ballukut kërcënuan dëshmitarët. Bravo. Spaku nuk është qenë fort se kush fort thoshte që janë pjesë administratës, sipas disa raportime mediatike. Jo, ky është ndërkohë sqarim. Atëherë, sqarimin e ka bërë Spaku? Jo, e ka bërë media. Por përmjet burimeve të Spakut. E ka bërë Spaku apo media, sepse Spaku media ka ende një reagim nga prokurori. Jo, media me burimet e Spak, se tani media ka dhe burimet e Spak. Ke Spaku gjithsekush ka burimet e veta. Unë po prirem të besoj. Ti do thua se ajo sipas burimeve të mia, është tjetër çështje. Zoti Bardhi doli në konferencë për shtyp. Burimet tuaja çfarë thon? Për shtyp. Tani qofse Burimet tuaja çfarë thon? Për këtë rast nuk kam burim sepse Po çon s'ke burim atëherë, besoj sa që kemi parë. Zoti Bardhi doli në konferencë për shtyp dhe than konferencë për shtyp. Mban përgjegjësia ai. Atë mban përgjegjësi ai dhe mediat mban përgjegjësi man. Po, patjetër, ai mban përgjegjësi. Ai ka pa konfirmuar kurse ai del me fytyrë aty. Ai del me fytyrë një dhe del dhe ka mbrapa edhe mos reagimin e organit të strukturës posaçme. Si nga njëra, si nga tjetra nuk është rasti i parë që mund të kenë dalë pa besueshëm për publikun. Si ana mediatike, si ana politike në këtë vend gjithmonë kanë patur gjërat pasakta kanë fjalën. Kështu që ç'do thotë kjo? Edhe politikanët kanë bërë deklarata të rreme, edhe mediat kanë bërë deklarata të rreme. Do të thënë me pak fjalë Bledi, Gaz Bardhi nuk është rasti i parë që mund të gabojë dhe mund t'ia fusi kot. Kjo është ideja. Pyetja është kur e ka futur kot? Gaz Bardhi i tha babi i Zenit ti tani ne po pra. Edhe kjo është saktë. S'është saktë. Ne po flasim akuzë. S'është saktë për mua. Ne po flasim akuza politike me citime politike. Po akuzë politike ka më të rëndë se kjo, edhe nuk është as etike, ti thot ati babi i Zenit. Fare s'është etike. Dhe diferencat mes akuzave dhe citimeve janë dy gjëra të ndryshme. Jo, Bledi, se ti e di se sa të vlerësojnë ty, po këtu ndahemi bashkë sepse kjo nuk është as etike dhe nuk është një politikë moderne. Ti drejtohesh një politikani, lëre pastaj quhet Sali Berisha, se ka tjetër, ti thuash babi i Zenit dhe tjetër nuk është etike. Tjetër kënd. Unë jam i sigurt që zoti Berisha me duket parë tani e beson fare mirë që ti i dhimbsesh edhe sigurisht që këtë konstatim tënd e merr mirë qend, po them tjetër gjë. Se i dhimbse sa Berisha ty. Këtë po them pra, mua do mund të jetë besueshme, ty nuk pak besueshme po ne. Nuk ka rëndësi. Prapse prapë po them, po mbetëm kësaj gjëje. Do ta heqim bandën kriminale? Element kriminal. Kërcënimi i dëshmitarëve përmes pushtetit që kishte zyrtare, është e vërtetë? Në gjitha këto i bie që është vërtet, sepse dy këtë kishim rrusi përballë. Pra, dhe fakti që prokurori ka thënë që ne kemi akuza të cilat praktikisht nëse zbatohen do duhet ta dënojnë Belinda Ballukun për 35 vite. A është e vërtet? Jo, mjafton kaq edhe A është e vërtet kjo? Kjo që po them? Po e heqim atë që thëti që s'është e vërtet ajo që element kriminal. Do të thënë që si kanë mbledh gjitha provat akoma. Pikërisht. Po që edhe ato provat vazhdojnë mbledhje, u jam mbledhur edhe gjatë ditës sot përmes dëshmitarëve për katës. Është në detyrë si do. E Kështu që tani Jo, unë thash qëndrimin tim, Bledi, unë thash qëndrimin tim se ti besojmë dëgjove mua, nuk ka asgjë, po tha unë e kam këndvështrim tjetër sepse ne jeta përmendoj çdo kohë këndvështrimin e tij. Ne folëm për çka këndvështrime, problemi është për çka ka ndodhur. Sepse realisht janë thënë gjatë ditës gjëra, por sërish është pa qartë dhe darka shërben fiks për ta filtruar këtë. Dhe sot ne mësojmë që në komisionin në parlament prokurorët, jo opozita, kanë thënë që zëvendës kryeministrja e pezulluar, që do thotë teknikisht akoma me një farë pushteti, ka kërcënuar dëshmitarët e saj dhe në një moment i ka kërcënuar, pastaj ka tentuar të joshe. Dhe sigurisht që këto i ka bërë dhe fakti që ata i kanë cituar do t'i kemë provuar, si në rastin e Ron Veliajt, siç u verifikua. Pastaj ka hedhur këtë akuzën që kjo mbetet e paqartë, me që thua ti, që element kriminal të lidhur me zonjën Balluku janë angazhuar drejt për së drejti në kërcënime të drejt për drejtë. Mbati ne kemi pasur raportime që këto shkuan deri kërcënime dhe te vetë prokurori i çështjes Dritan Premçi, po edhe kjo është akoma evazive dhe pa konfirmuar. Dhe më pas në vim këtë tjetra që me akuzat thotë prokurori që ne kemi në dispozicion, praktikisht zonja Balluku do duhet të dënohet 35 vjet. Zakonisht 35 vjet dënohesh kur ke pra që bën deri në 35 vjet. Bravo, këtë dënim zakonisht to përdoren kur ti ke marr pjesë ose drejt për drejt në vrasje ose ke urdhëruar vrasje. Bashkim dënimesh. Ose bashkim dënime prapë këtu shkojmë. Që do thotë, e pa ju futur interpretimeve. Sot ne pam një mazhorancë e cila edhe pse u përball me gjitha këto deklarata të bazuara në fakte,
refuzoi dhe me shumë gjasë do shkohet me 2 raporte, siç do gjithmonë. Gjithashtu për të qenë edhe korrekt, zoti Bardhi tha që deklaratat e tij ka të mbështetur edhe në regjistrimin e mbledhjes përkatëse, pra që i kanë bërë një lloj regjistrimi. Në rregull, ja. Emisionin në raportin publik. Megjithëse që zoti Bardhi kjo është ndoshta si ka dëgjuar mirë ato që ka thënë. Pikërisht pra, po s'ka rëndësi kjo. Nuk ka rëndësi për te shakas. Që do thotë sot është jo, ne thamë që ka gjasa që secila palë ka pretendimet e veta. Është një ngjarje e rëndësishme. Pyetja është çfarë do ndodhi me Belinda Ballukun. Unë mendoj që Belinda Balluku fati i saj politik ka marrë fund. Pra, unë mendoj që sot Belinda Balluku po të kthej edhe një herë në 5 nëntor kur u dha masa e saj para arrestit edhe sigurisë. Unë jam i sigurt që do ta pranonte. Po tyre. Dhe ka kuptuar tashmë që është futur në një qerthull dhe është futur në një mekanizëm i cili në mënyrë po e quaj kështu diabolike, politike është përdorur nga zoti Rama për qëllimet e veta. Për luftën e vet kundër Spakut. Për luftën e vet, për një luftë e cila praktikisht sot e ka futur në kolizion të drejtë për drejtë qeverinë shqiptare me Komisionin Evropian, sepse siç vjen një raportimi i fundit, për shembull, sot kemi parë Bashkimin Evropian që ka reaguar gjatë ditëve të fundit, kemi parë vazhdimisht që si asnjëherë tjetër ka folur qartë dhe sigurisht i ka folur shqiptarëve, sepse di çfarë mazhorancë kemi neve, që këtu keni një mazhorancë e cila është futur dhe do të ndryshojë ligjin për pezullimin dhe ky është një ligj qartazi që nuk bëhet për ta forcuar pavarësinë e strukturës posaçme antikorrupsion, po bëhet për ta pezulluar atë. Dhe me qira fjala portali Kapital.al po e citoj me lejen tënde, ka raportuar që burimi nga mazhoranca kanë bërë të ditur se presioni ndërkombëtar ka bërë që për momentin ligji për pezullimin të mbahet në sirtar. E kupton pra? Mos kaloj për shqyrtim sepse këtu ka ardhur. Po gjithsesi më fal një ndërhyrje. Po patjetër. Po hyri fuqi tani, sjell efektet më njëhershme te zonës Balluku. Dhe bie masa pezullimit zonës Balluku kthehet në detyrë. Dhe kjo ata e din shumë mirë dhe prikërisht ky është arsye pse u bë me nxitim të madh. Po tani pezullimi ç'anzi? Kjo futje në sirtar ç'asjo? Unë nuk mendoj që vetë mazhoranca ka pasur qëllim që këtë ligj ta përdorë për të mbrojtur zonën Balluku. Mendoj që zonën Balluku mund ta kishin këshilluar, mund ta kishin tentuar ta mbronin përmes duke këshilluar së pari të jepë dorëheqjen, atë që thash pak më herët. Pa shkuar çështje deri këtu. Unë mendoj që e gjithë saga, po e quajmë kështu, politike e zonës Balluku. Ka qenë presion nga Komisioni Evropian apo nga vende anëtare, zoti Koka? Shiko, mendoj që ka qenë nga Komisioni Evropian, po mendoj që po të gjësh ata që njihen si njerëz shumë të afërt të diskurit edhe të asaj që quajmë neve propaganda mazhorancës, duket që